Apo se i shtohet kënaria dhe i shtohet stabiliteti kur vjen në xhami. Nga se namaz me xhamat besimtari ndihet kënar, ndihet i fuqishëm, ndihet stabil. Dhe me këtë ne u dëshmojmë të tjerëve se jena të vendosur, madje më se të vendosur, ta ruajmë identitetin ton edhe fetar dhe kombëtar. Ta ruajmë fen ton, se kena bënet me lëshua. Për kur gjë, në emën të kur shkafit. E qysh i tregojmë të tjerëve se jena të vendosur në xhami. Kur mushën xhamia të oborrat, s'po na nxën oborra, s'po na nxën tu fal, çaj po falem. Ata tjerë po duhet me zër me i mush ato të veta që i kanë. Apo ka i safe ka dy sofa, neve s'po na nxën. Alhamdulillah. Kjo është se ky popull don këtë ditë. Vallahi rikthimi i njerëzve në xhami dhe shtimi i njerëzve në namaz me xhamat është argumenti më i madh se ky popull apo e don fen as po don fen. Ata po mundon me kallzu se shqiptarët nuk janë shumë fetar, po mundon me kallzu se kanë fe veç për syret, e kanë veç për emën, si bën feja kur pengesë për punë tjera. Ne tregojmë se jo, fen se kem për syret tona kur, as fen se kem për reklam, as për tregtim, po e kem shumë për nime. Hajde fal namazin e sheh çu kem në namazin. E çu kem në fen. Namaz me xhamat jep fotografi të unitetit, jep fotografi të bashkimit. Prandaj edhe kanë ndodhur, kanë përmend disa herë. Kanë ndodhur bile njerëzit jo besimtar kur kanë pa namazin me xhamat apo kanë ndodhur që pa besimtar me kon për shkak të namazit me xhamat më bu musliman ato. E kam lexuar para 2 viteve tregimin e një generali amerikan i cili ka qenë në Kuwait në logjistik për shkak të luftës në Irak. Edhe aty ka pas rast me pa musliman, më është për së afërmi. Edhe thot me një vend tash kush e di ku ka qenë, thot ishte televizioni i lshut. Dhe pash grumbull shumë të madh njerëzve, i ka pa haxhit në haxh. Apo tha edhe ai qyr ka aspekti vet, normalisht gjithë kush e qyr aspektin e vet, ka kondi ti. Tash generalit çka i bën përshtypje? Disiplina, me ngu. Kur një thot, 100 e ngujnë. Këti shumë i bëmërë, i pas ka ndrejsh mirë. Apo saj qëte e këqyrë, sa për ngut. Edhe kër e ka pa general Sudesin, imamin e qabës, apo Allahu Akbar, 3 milion njerëz në ruku. Sami Allah limin hamide, 3 milion vetë në kom të uqu. Të së në bënë general dënje kështu apë. Ska kështu së një dhejtë, ska formull, që të mund është kek të njerë të qështu të qahë, hullu, njëjtë në ko, me një fjallë. Edhe plus rësaj, me 150 gjuhë. Ti mi thonë, i ki 200 ushtarë, para mëne i ki 10 nacionalitete. Gadi i to, duhet mja përthuj tani, sërbesht, e turqisht, dhe të botë i mëmë dhe gadi të shkon gjysë hatja për. Sudesi veç, Allahu Akbar, krejt e mori vesh, edhe shqiptarë dhe boshnjak dhe tështë, krejt, qka ka millet musliman në rukua për. Pa pasëm mja përthuj për. Kër e ka po, është mahnit, kush e ka po të në kitë, kjo është me të mu ndi krenar. Ka onë qështu i ka mësu, Muhammed e së mu falë me gjemat. Ka thonë, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. E ka pranu islam në. Unë e ka mëzu për rasët i vetë, me emën mbi emën. Andaj namazin me gjemat, në prezent unik, për e mëndon një hojë që është tut, tëna i gjemat e respektan. A i thëtë, dreshti safat dreshti një. Bënë gati për namaz, bënë gati. Allahu Akbar, 2 sekunda, krejti ki lidhë me për. Ska general në botë që mund që shtu ushtrinë vetë me ndërtu avë. Të kemë me kultu se nëjna të pajtun, nëjna unik. Edhe kështu në mësën namazi me gjemat, e qështët e bënë edhe qështët mas namazi, pra. Qështët ngahuni, duhuni, bashkahuni, unifikahuni, pajtohuni. Ase kjo është kërkesë e namaz me gjemat. Pa namazi me gjemat në bënë krenar dhe jep fotografi pozitive të muslimanve, se ata e në unik, se ata e në të pajtuar, se ata duen me zveti. Në gjitha këtu i arrim për mes namaz me gjemat. Dhe shumë të tjera që unë dua me këtë ta përfundoj. Allah në gjellë e ala lësë që ne timin nga ata që i ngjallin simbolet e islamit. Dhe i ushtrojnë këto simbole publikisht, pa komplekse, pa marre, pa kurgjë, që s'kem për çka u marru jo vëllahi. S'ka në fejnë tunë kurgjë, që ka marre, dhe më se kalzë se kurgjë, kejt i kalzëjmë. Kejt që ka publikisht i kalzëjmë, se për kurgjë marre s'ta vjen. Se kejt e kemi në regull në pajtim me logjikën, arsyen dhe natyrshmërinë njerëzore.